unë nuk e di ku I keni marrë ju të dhënat, ne basohemi në institucionin I cili është relevant në vend, që është enti statistikor, nga I cili të dhënat I kemi zyrtare dhe sa I përket sindikatës që bën shportën e tyre nga mbarja të dhënave që I merr në markete që kanë bërë kartel vitin para prak, ato nuk janë të dhëna relevante dhe nuk janë të bazuara në fakte. Për 9 muaj ne kemi sjell një përkufizim të marzhës për pajisjet shkollore, me çka ju kemi dalë në ndihmë qytetarëve në muajin shtator, ku kemi ulur shpenzimet për familjet 4 anëtarësh, ata familjet të cilët kanë 1 apo 2 e më shumë fëmijë që nisin vitin shkollor. Dhënat I keni për atë muaj në drejtim të shpenzimeve për pajisje shkollore nga enti statistikor, ku tregon qartë që janë ulur. Më pastaj kemi në muajin tetor, kur kemi sjell shportën vjeshtore konsumatore, me rast edhe aty në drejtim të pijeve dhe shpenzimet për pije dhe ushqim për çdo familje kanë qenë prej 2.2% inflacion, shpenzimet më të ulura në krahasim me muajt paraprak. Po është fakt që në vit të ri sollëm një shport konsumatore që ishte e propozuar nga vetë tregtarët, kemi pasur takime të shumta nga prodhuesi, distributorët dhe tregtarët, me çrast ata propozuan vetë shportën e tyre dhe ne si qeveria kemi përkrahur, edhe pse pati tregtarë të cilët devijuan dhe tentuan që të bëjnë trupe të ndryshme për të arritur qëllimin e tyre të fitojnë në kurriz të qytetarëve, përsëri ajo shport dha rezultatet e saja.